kjo pastaj ndikon në cilësinë e asaj që po themi. Po sigurisht që se fuqia e dikujt matet nga rivali që ka. Sa më i fortë ai rivali, dhe kur triumfon ndaj rivalit, i merr ti vlerat. Dhe gjithmonë ka qenë ky antagonizmi të dyjave klubeve, edhe Tiranës, edhe Partizanit, edhe tifozëve, edhe lojtarëve, edhe klubeve. Kënaqësia, ajo ishte ndeshja më kulminante e gjithë vitit. Domethënë tifozët na vinin kur na vinin, që kishim derbi me Partizanin, na vinin kur vinin servitësh e vërtet ajo. Thonë ore nuk duam kampionatin. Nuk na intereson kampionati, duam fitoni derbin. Humni kampionatin, fitoni derbin. Kjo është detyra juaj. Ato donin, ato kënaqeshin, domethënë e kishin domethënë gjë kulminante atë pjesë. Dhe normalisht, se nuk e se u bë vitet që isha unë, ishte brumosur kjo punë e trashëguar nga lojtarët më përpara, nga tifozët më përpara, dhe ishte pikë kulminante dhe ti atje do gjeje mundësinë që të bëhet gjitha mënyrat, manovrat që ti dilet i triumfuar që mos të zhgënjej njerëzit. Dhe kënaqësia ajo është, domethënë që ti rivalin tënd historik arrin ta mundësh.